Pasuritë natyrore të Prevallës gjatë muajve të pranverës dhe të verës i frekuentojnë vizitorë të shumt vendor dhe të huaj. Në vendin ku jemi aktualisht, sidomos gjatë vikendeve, është përplot me vizitorë. Një grup miq nga Stambolli i Turqisë kanë zgjedhur Prevallën si destinacionin e tyre për të kaluar disa ditë relaksi dhe eksplorimi në natyrën malore të Kosovës. Për disa prej tyre, kjo është vizita e parë në vendin tonë, ndërsa për të tjerë është një rikthim i shumë pritur. Türkiye'den geliyorum, İstanbul. Sot kam ardhur për herë të parë për ta vizituar Kosovën, bashkë me shokët. Prevalla po më pëlqen, por do ta vizitoj më pas Prizrenin, Ferizajn dhe Shkupin. Kur ti vizitoj të gjitha këto vende, mund ta bëj dallimin se cili vend më ka pëlqyer më shumë, por në përgjithësi Kosova më pëlqen. Më kanë treguar se në Prizren flitet edhe gjuha turke. Besoj se do të kaloj mirë edhe në Prizren. Ecevit Zymberi, i cili është me origjinë nga Shkupi dhe prej vitesh jeton e punon në Stamboll, ka organizuar këtë udhëtim së bashku me shokët e tij për të vizituar Kosovën. Unë jam i Shkupit, jetojmë shtash në Stamboll në Turqi, kemi ardhur me shokët për me vizitu Kosovën edhe që erdhëm këtu me pa Prevallën që është. Këtë për e veganisim venin, kena me shku në Prizren, edhe në Ferizaj më thajnë edhe shkojmë në hotel në Shkup. Agi Mustafa nga Presheva është një vizitor i rregullt i Prevallës. Për shkak të gjendjes shëndetësore të tij dhe të bashkëshortës, ai ka planifikuar një qëndrim 2 javor në këtë zonë malore. Megjithatë, Mustafa thekson se çmimet e akomodimit dhe ushqimit në Prevallë nuk janë të përshtatshme për buxhetin e pensionistëve. Tash ku marrë që 3 ditë me të 15-ën, me të shoqen, ajo është smut edhe unë jam vetë smut, po kemi lyp banesa në 4-5 venda, me në gjithë që kemi gjithë, për çmimet nuk janë përshtatshme. Në me penzia të vogla që po jetojmë, po është probleme për ballu këtë. Edhe vetë ushqimi po duhet me marrë me pregadit, edhe pse është kjo atmosfera shumë e mirë, është klima e mirë, ari pastër. Na kemi planifikuar me qëndru dikur 1 javë, 10 ditë, ose edhe 2 javë, varet që kemi mjete. Natën momentalisht me të pagu 20 euro, është një dhomë, nuk është e përshtatshme sa duhet, por po duhet me jetu. Tash kemi marrë për shëndetin tonë, po shpresim që në ndihmon. Na, zonja është smut prej zemrës, edhe unë po ashtu, kam stenda ajo tash ka probleme pak më të mëdha, po shpresojmë që do t'i ndihmoj. Jo me dikon ka ora 8, dalemi deri ora 1 në ora 2, me një anën tjetër dalemi të pishë, dalemi para dite, mas dite dalemi këtë anën tjetër. Dikon ka 7 orë i bojmë jashtë në përpyll. Me njëherë kemi kuptu se kanë diku në shëndet. Në kollicje, shimarje, në përgjithësi, ndihmimi është i mirë. Shpresojmë që na kanë ndihmu diçka dhe do ta ndihmojmë më tepër. Prevalla njihet jo vetëm si një atraksion turistik, por edhe si një ndër zonat më të shëndetshme në Kosovë, sidomos për ata që vuajnë nga sëmundje të rënda, për shkak të klimës së saj të pastër dhe natyrës shëruese.